kuriozitete nga feja. A e dini se i pari që e mbuloi shamben me copë ishte Ibrahimi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të? Ai e mbuloi me një copë të prodhuar në Egjipt. A e dini se 2 gra përmenden në Kur'an me emër, duke u marrë shembull për besimin e tyre? Ato janë nëna e Isait, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, Merjemja, dhe gruaja e faraonit, Asia. A e dini se Ibrahim do të thot baba i mëshirshëm? A e dini se në Kur'an janë përmendur me emër 25 profet? A e dini se haxhi është bërë i detyruar në vitin e 5 të Hijrit? A e dini se i pari që do të largohet nga gruaja e tij ditën e gjykimit është Luti, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të? A e dini se Ibrahimi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, është i pari që do të largohet nga babai i tij ditën e gjykimit? Na ndiqni në rrjetet sociale Twitter, Facebook, dhe YouTube. Radio Televizioni Islam, një alternativë e re e komunikimit bashkëkohor. Bëhuni pjesë e platformës së Radio Televizionit Islam me qendër në Zvicër.